Përshëndetje miq të dashur. E posh një video që kjo gonja e PDK-s Gango pas ka dalë me një video ku i ka prej vizit fjalët e Albin Kurtit edhe e ka kritikuar Albin Kurtin se kuj pas ka thonë mashtrues, se kush ka mashtrues, kush ka kështu. Shkojmë të dëgjojmë videon të komentojmë së bashku, ju lutem, se edhe ne kom një surprizë për to. Shkojmë. Të mësoni se si të identifikoni politikanin mashtrues. Për këtë ndiqni në video në vazhdim. Pra ne jemi të interesuar që kryeministri i jashtëm i Republikës Kosovës t'i friksohet kryeprokurorit e televizionit publik. Gune, qëta është ta spjegoj pse e ka thonë kryeministri këtë fjalë, edhe pse duft me konë qashtu. Je kundër ta. Ky është njeriu i cili dëshiron me çdo kusht ta marrë pushtetin. Ndiqni se çfarë thotë kur bie pushtet. Ja, unë nuk i fregora prokurorisë që ne konftu me ardh pa ta potutën me ardh. Ky është lloji i politikanit mashtrues tipik. Shumë je e paftyrë, shumë je rrënce, shumë je ignorante, shumë je shpifje, i ki shpifjet katastrofale, që s'hahen me kur gjëheq. E këta do ta dokumentoj, më mashtruese. Ti ose gjak trupit, nuk gjak s'kim trup ti. Nuk po di ku me gjetë fjallë me thonë, me ta spjegu që më kuptu ma mirë. Qka ishe ti, qka ishe? Go. Prandaj, mos ja beso të ardhmen tënde, mos ja beso të ardhmen e fëmijëve tu, mos ja beso të ardhmen e Kosovës. Për cilën të ardhmen po folë? Tregoj popullit, tregoj rinisë Kosovës, për cilën të ardhmen e ka folë? 20 vjetë që si keni menu që ka të mi, 20 vjetë që i keni vjedh, stër vjedh. Për që të ardhmen po folëte? Po prit, shkojmë me sërbis tjetëre. Hetuesit ndërkombëtar do të bastisnin shtëpinë e Ganithaqit, vëllait të Hashim Thaqit, sot president i Kosovës. Ata nuk i gjetën 4 milion markat, por ato që i gjetën megjithatë nuk ishin pak. Këto, s'pe thomune, këto e në arkiva, gone. Për këto e ka pas fjallën Albin Kurti, kryeministri jonë. Nuk mund është me zhyt, ose me një los kryeministrin. Jo, gone. Jo, Gango, jo. Nuk je këtu në Depat Plus. Ka i thumë që legojnë kush jeti, pse, qysh tek. Jo, ka dal. Se dardha ka bisht. Gjithmonë ka pas, dhe gjithmonë ka me pas. Një shkrim i gjatë i BBC-s i prillit të vitit 2000 me titullin Kosova ngulfatur nga Haraçi shkruan se bastisja e shtëpisë së Ganithaqit zbuloi shuma të mëdha parash të pasqaruar edhe atëherë. Por që të populli e ka folti gane? Por që të rinjë e ka folti? Por të ardhën e syne me janë këthy? Që ja vini vjellë 20 vjetë? Apo vësh me ja fut këtë? Unë besoj që veç e ka ja fut këtë. Edhe këtë kështu që s'hat bash hiq me kur gjithë hiq s'hat. Kujton që populli po dalë, populli harën këto, që javë kini pi gjakun populli, e neve diasporës po ashtu. Jo, Gane, jo, Gango, jo. Nuk shkon kja punë kështu, vazhdojmë. Janarin e kaluar, policia o KB-s kishte bastisur banesën e Ganithaqit, vllaut të madh të Hashim Thaqit, lidhur me një incident me armë të zjarrit. Përveç gjetjes së një arme të paligjshme e fshehur në ndyshek të fëmijës, ata gjetën edhe $250,000 para të thata. Ganiu i tha policisë se parati ishin dhënë atij nga një firmë kanadeze ndërtimi që punon në Kosovë.
Meridian Resource. Drejtori i Meridian Sean Going përmendi shifrën prej $60,000, por edhe pranoi që Ganiu është paguar për shërbime ndërmarrësimi. Shkrua në atë kohë BBC. Lajmi, për shkak të mediave të kontrolluar nga Hashim Thaçi, nuk ishte transmetuar kurrë në Kosovë. A kuptove këto? Mediat të kontrolluara nga Hashim Thaçi, nuk për thomune. BBC-a për thot. E unë besoj që ju BBC s'u i besoni, se ju jeni me Evropë. Ju e doni, ju se prejni besë Evropën, si kur Albin Kurti. Albin Kurti s'pengon, s'pe interesant për to, fort, ama ju po. Ju unë besoj që kësot ti beson kësot deklarat. Oshtë e BBC-sa, po? Kështu që nuk besoj që i e kundërsojna. A gone? A kemi thonë diqka tash? Kështu që mos dil me bo propagandë. Kur dojsh me thonë diqka, dil ju thuje poplit vërtetën. O popull, na i na konë hojna, na kena vidh, na kena bo kështut, me na falë. Se mu nuk bojmë, tani kjo është diçka tjetër. Tani kjo është diçka tjetër. Aty populli mund më nalën me nuk, se se njeri ka punë. Po këto, kjo gabim s'është, se është gabim që e 20 vjetë, në më thonë mësu. Mirë po, kur der njeri, kërkon falje, thotë qërëve, kum gabu, unë falni, zbojmë mu, e keni edhe në shonë bon vaki. Edhe e pikpytje, sepse 20 vjetë mus me menu asë një parti në Kosovë, që ka thëmi në Kosovë, që egzistën thëmi në Kosovë, që ka nona jona në Kosovë, kjo është turpi i botës, kjo është kiameti. E tash ti del aty ki ftyrë, ose di ku për mëra ftyrë, njëri ka vishë në ftyrë. Në ti se di ku për mëra atë ftyrë që po del, edhe po lipë votë, edhe plus, kriminalisit pe akuzon me shpifje, me ato, jo po sërb, jo po kështu, jo po në tonë këto. Jo po ka vjedhë që ka bojë, që në këto. Dojshë kriminalisi me shkua në prokuroria të dhe me aqit me gazeta vëlla që për korupcion, pse kjo është budal kriminalisi jona. Këta këni priti, po. Që ta marrë zoti ftyrën? Allah ile, ju do qëtë me shti kriminalisin lagnave, pa i heq. Shkoti prokuroria atje dhe bërë fotografinë dhe thuj valla që, kriminalisi Kosovës për korupcion, anjeri maj pak korrupturin në botë. S'po thonë në Evropë, për në botë. U botë jo, Jangla Mongla, që 20 vjetë kini vjetë, kini zvidhë, qas kini bo, me shti thërë, me shti thërë në kom shnosha, ja, ka dalë. Ka dalë se këve ka burra. Burra e gra. E këta burra, këto gra janë Albin Kurti Vjosa Osmani. Populli ime i dashur. I ndëgjut, ju dini, si jo mishte mi, si jo mishte këtyne. Edhe unë për jethom, që shta kjo, unë për jethom juve, a moni kort, qërë kom për vetone. Unë s'po thom adin juve, absolut ja. Vesh qërë kush menon për thëmine juaj. Kush po punon për thëmine juaj, për tarmen e thëmive të juaj. Jena met nak për diaspore me ardhë, edhe gjysa e Kosovës, më fani, mi të regu juve, u je bua manë, hej, menoni për thëmit ju. Ju do shmo vetë, do të më hej, ka dalë më reburë se gjysa e popullit Kosovës për nga thujnë. 80%, 90% diasporës për nga lusin. Ka dalë se si jem krye mirë, të diçka pas ka këtu. Ajo nëse doni me që domë, ose me që poshë, mësë me posë një tardë me thëmija juaj, Allah ile, ku të në jep në votë. Se mësë po thëmë kërkoni jep në votë, asë aty. Unë veç po thëmë analizoni shumë mirë, ku po votoni, ku në për jep një votën. Sepse edhe me fe,
është haram nëse e din edhe e jep votën nash për hotën, nash për shok, nash për doj, nash për do, nash për mi, nash për kushëri, nash për që është haram. Do të me dhonë votën aty që mendon për fëmijët e juaj. E këto mos e merrni si babë, po baba i Kosovës është biologjik. Mos e bëni analfabeta, ata që s'pe kuptojnë, ose e kuptojnë, po vetë po dojnë me thonë, por me quplën. S'përvjen tërp, me thonë baba e Kosovës. Këtë botë e din që i thojnë baba, jo biologjik, po politikisht. Edhe është baba. Baba, 3 herë. është babë, kom bu babgjish. Ato po të garantoj. Kështu që, miq të dashur, unë ju përshëndes, ju dua shumë, në zemër. Gjithashtu opozit, atë ju dua respekt, jemi gjitha, jemi shqiptar. Edhe njëherë po thëmë urime, ura re, muni me shku me shetit në tona, se në ka arë baba, në ka qelë di ura. Një me kërë, një me bicikl, edhe kom. Edhe ujtë, runa e zokta që i kemë. Rënovë Albin Kurdi, rënovë Vjosa Asmani. Rënovë populli shqiptar anë e mund botës. Respekt për secilin.